kemi pa një opozit që veç opozit nuk është. Gjendja të cilën e solli vetëvendosja një blokadë të atill, një opozit e ndërgjegjshme, me plan afatgjatë, do të mund ta kishte bloku edhe me kthy në favor të saj në rastin e disa veprimeve që kanë mujt me ndodhë për gjatë këtyre mujve. Ne kemi pa një opozit pa plan, pa program, do me thonë gjatë këtyne mujve edhe gjatë fushatës, e kemi pa një opozit që veç opozit nuk është. E kemi pa një opozit e cila ka hy në vorbullën e vetëvendosjes. Pa mund të ndryshoj, mendoni që mund të ndryshoj? Jo, sepse përbërja e këtyne subjekteve, grupeve parlamentare është pothuajse e njëjta. Unë do doja të ndryshante, sepse çfarëdo lloj qeverie, sidomos një qeveri e tillë që do të ketë kaq shumë pushtet në Kosovë, do të duhet të kishte një opozit të mirëfillt, do doja shumë të kishte një opozit të tillë, por siç shihet nga këto grupe parlamentare deri tash nuk e kanë dëshmuar që mujnë edhe din me e bo një opozit të tillë, ndoshta edhe për shkak të frikës rritjes së vetëvendosjes ose mënyrës se çysh ka ecë vetëvendosja, është një farë intimidimi që është bo, edhe do me thonë janë me njanu edhe ma shumë janë të e pa rolin e tyne si një punë ku vend shko ktheu